Po e përdor gabim, mjekët paralajmërojnë për ujin me limon që e pim çdo mëngjes. Gjithë bota flet për ujin me limon, por mjekët tani po paralajmërojnë diçka që shumë njerëz nuk e dinë. Nëse e pin çdo mëngjes në stomak bosh, për shumicën sjell përfitime. Ndihmon tretjen, zgjon metabolizmin, ul fryrjen, forcon imunitetin. Por ekspertët thonë se problemet shfaqen kur e përdorim gabim. Ja çfarë ndodh te disa persona. Acidi i limonit irriton stomakun, shkakton urdhë dhe refluks, mund të dëmtoj smaltin e dhëmbëve, rrit alergjit tek personat e ndjeshëm. Nuk rekomandohet fare për bebe në 1 vjeç. Mjekët sugjerojnë këto rregulla të thjeshta. Përzjeni limonin me shumë ujë, mos e pini shumë të fortë, shmangeni nëse keni gastrit ose refluks. Përdorni pipës për të mbrojtur dhëmbët. Uji me limon është i dobishëm, por vetëm nëse përdoret si duhet.